protokollit, se si veprojnë ata. Për shembull, të shkon që zoti Kurti i ka humbë zgjedhjet, ende është kryeministri i detyrë, po i ka humbë zgjedhjet, ndoshta kish pas çike logjik çka po thonë. Jo, po megjithatë nuk është. I ka fituar zgjedhjet. Nuk ka lidhje që është në detyrë. Kur s'është ajo? Po problemi është dikon tjetër. Ta nuk është era parë që po promovojnë vjosën kundrejt. Po, atëherë ka qenë situata pak më ndryshe, tani është me s'ka lidhje kjo me legitimitet, kur gjëç. Jo, me pezullim të dialogu strategjik është diçka tjetër, pak është situatë më ndryshe. Nëse nga Shtetet Bashkuara të Amerikës vjen edhe një lajm tjetër i mirë nga Capitol Hill, nga Kongresi, aprovimi i një rezolute për luginën e Preshevës edhe për shqiptarët e tjerë. Ky është një. A është aprovimi a inicimi? Po tani aprovim është bërë. Ajo hearing ke, ajo ende su votu. Po aprovimi i rezolutës që do të shkojnë në votim. Po, që do të shkojnë në votim. Kështu i bie. Domethënë, po. Thotë rezolutën mbështetur në mënyrë bipartizane nga kryetari Brian Mast dhe nën kryetari Gregory Mix. Po. Thotë tashmë ka marrë bekimin e komitetit dhe pritet shumë shpejt të aprovohet nga vetë Kongresi. Thotë ajo kërkon përgjegjësi ligjore dhe politike nga Beogradi për diskriminimin sistematik të shqiptarëve në rajonin e luginës së Preshevës dhe kjo është përsjedhur natyrisht me fotografi të